Në këtë moment dua të flas për krishterimin si një stil jete. Kisha Sabav nuk është ajo kishë ku shkon vetëm të dielën, ulesh atje, dëgjon dhe largohesh. Sigurisht do të jesh i mirë pritur edhe ashtu, por për ne nuk do të jesh një antar i kishës. Madje të këshilloj të shkosh diku tjetër. Fjala e Sabat, Jahe Sabat, flet për ushtri, Zoti i ushtrinë. Prandaj, kur Zoti më tha të filloja, na tha, sepse nuk ka filluar vetëm nga unë të fillonim këtë kishë, na tha që do të ishte një ushtri, një vend plot me shërbestar, me njerëz që do të jetonin për mbretërinë e Zotit, jo thjesht që vinë, njerëz që do të jepnin jetën e tyre. Dhe dua të flas pra për një stil jete. Për ne, stili i jetës së kishës është, je i krishter çdo ditë. Është si të duash dikë, nuk e do një person vetëm 2 orë në javë, e do plotësisht me intensitet. Prandaj, nuk jetojmë vetëm të dielave, vi në kishë dhe pastaj bëj jetën time. Jo, stili i jetës së të krishterit duhet të jetë një jetë shenjtërie, një jetë pastërtie, një jetë serioziteti, një jetë agjërimi, lutjeje, kushtimi. Një jetë ku ne besojmë me gjithçka që thot Bibla, luftojmë për këto parime. Për ne burri është burr, gruaja është grua. Ne besojmë plotësisht te familja si qendra e zemrës së Zotit, ashtu siç besojmë edhe te të gjitha shërbesat, te të gjitha dhuntitë e shpirtit. Besojmë te 5 shërbesat, absolutisht po. Vetëm se në Itali nuk jemi tamam, gati që ta quajmë dikëriva apostull, sepse jemi në një vend gjithsesi katolik dhe prandaj nuk do të gjesh dikë që thot ai është apostulli, ai është fuqishari, ai është mësuesi. Por ne i njohim të gjitha 5 shërbesat, edhe pse jo domosdoshmërisht përdorim këto emra, të paktën jo tani për tani, ende nuk është ajo drejtimi që Zoti na ka dhënë. Edhe fjala i peshkëll. Në fakt ne kemi i peshkvi që janë mbikëqyrës, sepse fjala i peshkëll do të thotë mbikëqyrës. Në Itali, kur thua i peshkëv, dikush menjëherë imagjinon ditë me kapel të gjatë të veshur me të kuqe. Prandaj, mbikëqyrësi tanë është një fjalë më e lehtë, më e thjeshtë dhe më pak imponuese, dhe në kulturën ku ndodhemi mund të pranohet padyshim në një mënyrë më të thjeshtë. Fjala bari është mjaft e qetë, e zakonshme dhe njerëzit e pranojnë në një mënyrë të bukur. Dhe pra, ne besojmë plotësisht në të gjitha këto, po. Stili ynë i jetesës është të predikojmë Ungjillin, të jetojmë për Jezusin. Dhe dua t'ju flas edhe për këtë. Kisha jonë, gjithçka që bëjmë, e bëjmë për të arritur tek ata që nuk besojnë. Qoftë kur bën shkollën e teatrit, qoftë kur shkon në mision, në punë sociale, kujdesesh për njerëzit, kërcen, vallëzon, merresh me media, çfarë të duash, sport. Ne besojmë se gjithçka që bëjmë, e bëjmë sikur për Zotin, ashtu siç do ta gjejmë edhe në letrën drejtuar Kolosianëve. Gjithçka që bëni, bëjeni sikur për Zotin. Prandaj, ne nuk besojmë në një mision humanitar thjesht për të ndihmuar, por ne ndihmojmë për të predikuar Ungjillin. Nuk mundemi thjesht të ndihmojmë duke i dërguar dikujt që po vdes nga uria, siç do të kishte thënë Jakobi, apo jo. Të fen Zoti të bekoth, por të dyja bashkë. Sigurisht që nuk jetojmë vetëm duke bërë vepra sociale. Të gjitha veprat sociale që bëjmë janë gjithashtu një mjet i dashurisë së Zotit, sepse njerëzit shohin konkretisht sa shumë i do Zoti dhe kështu na hapet dera për të predikuar Ungjillin në një mënyrë më të drejtë për drejtë. Një tjetër gjë që është e rëndësishme ta dish është se kjo kishë është një kishë që themelon kisha të tjera. Disa vite më parë Zoti na tha të zgjerojmë vizionin tonë. Mendonim se do të qëndronim vetëm në Milano, por Zoti na tha jo, Italia, kombet, kanë nevojë për Ungjillin dhe ne filluan të themelojnë kisha të tjera. Dhe kemi shumë kisha edhe në vende të tjera, në Europë, jashtë Europës, në Brazil, në vende të tjera europiane, Gjermani, pra shumë kisha. Shumica në Itali dhe ne do të vazhdojmë si metodë ungjillëzimi të themelojnë kisha dhe të ngrejmë shërbestar të tjerë, misionar. Dhe gjëja e fundit, për ne të gjithë njerëzit janë shërbestar. Nuk po formojmë një kishë me antar, edhe pse ky është kursi për antarët e rinj, por për ne është kursi për shërbestarët e rinj. Duam që edhe ti të sjellësh shumë fryt në gjithçka që bën, që ta bësh sikur po e bën për Zotin.